buka që është 36 cent bëhet 31 cent. Ndërka që buka e cila është më e lirë 30 cent bëhet 26 cent. Kur premtonte buk pa TVSH, Albin Kurti e përshkruante me precizitet edhe çmimin. Buka që është 36 cent bëhet 31 cent. Por 4 vite më pas, qytetarët nuk po blejnë buk më lirë, përkundrazi po e paguajnë më shtrenjtë 60 cent copa. Ndërsa qeveria fliste për ndihmë sociale dhe ulje të barrës fiskale, në terren shporta e konsumatorit është bërë më e rëndë se kurrë. Produktet që dikur përmendshin si shembuj të kujdesit për qytetarin, buka, qumshti, sheqeri, mielli, sot po kushtojnë qytetarëve 2 fish. Pra, premtimi për 0 TVSH u bë 0 efekt. Qytetarët ankohen për një krizë të heshtur që po i godet çdo ditë në treg dhe market. Teksa tregtarët rrisin çmimet dhe askush nuk mban përgjegjësi. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Ferhat Çala, për ekspoze prodhimi Gazeta Blic, ka kritikuar ashpër qeverinë për menaxhimin ekonomik, duke thënë se vendi po shkon drejt një situate të rëndë financiare. Ai theksoi se krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, deficiti tregtar është në rritje të theksuar, ndërsa inflacioni po ndikon drejt për drejt në konsum. Tashmë kemi 16.1% vetëm këtë vit, 3 herë brenda 4 viteve të fundit. Zëreja paralajmëroi që mund të ketë vazhdim të ngritjeve çmimi, zyrtarisht e thanë zyrtarët e lartë të bordit të zërejës. Pra, qeveria në këtë rast, me politika që ka hartu, me politika që po i ndjek në gjithë spektrin energjetik të vendit, me largimin e investitorëve, mos hapjen e tregut me kohë dhe të përgatitur, ka bërë që ekonomia jonë do të ekspozohet para situatave të rënda, inflacionit apo dhe të importeve. Merr në të njëjtën periudhë, të njëjtin krahasu me vitin e kaluar dhe e shihni deficitin tregtar sa e kemi. Sikur më parë kemi një ngritje të lartë të deficitit tregtar me tendencë rritje, por edhe inflacioni ka një shkallë të theksuar të tendencës së rritjes, tashmë veç vrehet e disa produkte të konsumit përgjithshëm. Gazetari i ekonomisë Lavdem Hamiti paralajmëron një situatë shqetësuese, ku çmimet e produkteve bazë janë rritur me mbi 50%, ndërsa pagat dhe pensionet nuk kanë ndryshuar që prej vitit 2021. Sipas Hamitit, kjo po krijon një spirale të rrezikshme ekonomike, ku barën e krizës e paguajnë qytetarët më të varfër, të cilët me vështirësi përballojnë jo vetëm jetesën, por edhe borxhet që po shtohen çdo ditë. Kjo situatë alarmante, sipas tij, mund të krijojë një efekt zinxhiror me pasoja serioze për gjithë shoqërinë. Çmimet e artikujve elementar tashmë kalu 50% e shtrejtimit dhe ky trend i rritjes çmimit do të vazhdojë për shkak se tashmë është shtrejtuar energjia elektrike për industri dhe nga ky muaj pritet të shtrejtohet edhe për bizneset e mëdha korporatat, të cilat padyshim një shtrejtim kaq i madh do të reflektohet edhe te çmimet e konsumatorit. Në anën tjetër, pagat dhe pensionet kanë mbetur të njëjta që kanë qenë në vitin 2020 apo në vitin 2021. Dhe shumica e qytetarëve në mungesë të pagave për të mbuluar shpenzimet janë detyruar të hyjnë në kredi bankare në mënyrë që të mbulojnë shpenzimet e veta. Edhe Banka Qendrore ka raportuar së fundi se bankat komerciale ka rritur kredit konsumuese sepse qytetarët nuk po arrin me mbulu shpenzimet bazike mujore, prandaj edhe po detyrohen të hyjnë në kredi. Dhe kjo padyshim se do ta thellojë krizën se një ditë nuk do të mund të mbulojnë as kërkesat e bankave dhe efektet do të jenë zinxhirore. Hamiti thekson se mungesa një qeverie funksionale po thellon krizën në Kosovë. Ai vën në dukje se mekanizma shtetëror, si Inspektorati i Tregut dhe Autoriteti i Konkurrencës, heshtin, duke lejuar tregtarët të manipulojnë çmimet dhe t'i rrisin pa kontroll. Kjo, sipas tij, godet më së shumti shtresat e varfra në një vend ku mbi 10% e popullsisë jeton në varfëri dhe papunësi, duke bërë sfidën ekonomike dhe sociale edhe më të thellë. Mungesë të një qeverie funksionale kemi shumë probleme në vend. Problemet ekonomike është se nuk ka rritje të pagave, nuk ka as rritje të pensioneve. Në anën tjetër, zyra rregullatorit të energjisë vazhdimisht po shtrejton energjinë elektrike dhe ka paralajmëruar një shtrejtim të ri nga tetori. Dhe këto padyshim se po reflektohen edhe në tregun kosovar.
Mekanizma tjerë shtetëror që duhet më marrë me këtë punë, Inspektorati i Tregut, Autoriteti i Konkurrencës janë si të heshtura dhe kjo po jep hapësirë tregtarëve që të manipulojnë me çmime, që të rrisin në mënyrë të pakontrolluar dhe kjo padyshim se do t'i dëmtojë më së shumti shtresat sociale. Mos harrojmë se Kosova ka mbi 10% varfëri dhe papunësi dhe kjo është një shkollë shumë e lartë në këtë kohë dhe është tetë e vështirë më ballafaqu me efektet e kësaj krize ekonomike dhe sociale. Eksperti ekonomist Ylzim Beqiri paralajmëron se qytetarët e Kosovës po përballen me një situatë të papërballueshme, pasi çmimet e produkteve esenciale, përfshirë bukën, janë rritur në mënyrë drastike. Ai lidh këtë situatë me mungesën e mbikëqyrjes së tregut, shkaktuar nga ngërçi politik në kuvend dhe rritjen e kostos së energjisë elektrike. Beqiri thekson se këta faktor po e bëjnë shumë të vështirë për qytetarët të përballojnë shpenzimet deri në fund të muajit. Po aktualisht është një gjendje papërballueshme për qytetarët e Republikës Kosovës për faktin që tashmë ka filluar çmimet të rriten jashtëzakonisht shumë, qysh dje pas që janë rritur edhe çmimet e bukës, domthonë produkteve esenciale kanë një ngritje të jashtëzakonshme, kjo si rezultat edhe i mos mbikëqyrjes së tregut për shkak të ngërçit në kuvend, njëkohësisht edhe për shkak të rritjes së kostos së energjisë elektrike dhe kjo ka bërë që qytetarët e Kosovës të ballafaqohen me çmime që nuk janë pa deri më tani, pra është jashtëzakonisht sfiduese për shumicën e qytetarëve për t'ia dalë deri në fund të muajit. Jahir Morina nga shoqata e ndërtimtarëve paralajmëron se rritja e çmimeve të energjisë elektrike ka një ndikim të drejtë për drejtë dhe të fuqishëm në shtrejtimin e gjithë sektorëve, përfshirë edhe ndërtimtarinë. Ai ka theksuar se pandemia, lufta në Ukrainë dhe largimi i fuqisë punëtore ka shtuar presionin mbi këtë industri, duke çuar në një rritje të kostove prej gati 40% krahasuar me 4 vitet e fundit. Sipas Morinës, me shtrejtimin e energjisë dhe rritjen e shpenzimeve për gjëndët e para, materialet e ndërtimit pritet të shtrenjtohen deri në 30%. Rritja e çmimit të rrymës në Kosovë, domethënë ndikon në drejt për drejt në rritjen e çmimeve në Kosovë, në të gjitha çmimet, të përfshirë edhe në sektorin e ndërtimtarisë, po më rëndësishme është se ngriten çmimet edhe në shportën e qytetarëve, edhe është shqetësuese rritja e çmimeve të energjisë elektrike, e cila do të ndikojë negativisht të secili biznes, sidomos të bizneset që janë prodhuese, ku kemi të bëjmë me bizneset që kanë të bëjnë me argjilen edhe produkte tjera. Rritja e rrymës është shqetësuese edhe do të ndikojë negativisht në bizneset dhe bizneset mendoj që do të përballen me një rritje enorm të çmimeve edhe një destabilizim të tregut në tërësi, në përgjithësi. Aktualisht sektori ndërtimtarisë, domethënë që nga viti 2019 dhe 2020 nga pandemia, spari është pandemia që ka ndikuar në rritjen e çmimeve në sektorin e ndërtimtarisë, pastaj është lufta në Ukrainë dhe destabilizimi i tregut që ndodhi në Evropë dhe Ukrainë, sidomos me ikjen e punëtorëve, fuqisë punëtore, e tani edhe sfundi me rritjen e energjisë elektrike, sektori i ndërtimtarisë ka mësuar një rritje pothuajse për 40% në krahasim me 4 vitet e më parë. Për momentin është shqetësuese, jashtë arritjeve të çmimit kemi edhe mungesë të fuqisë punëtore, e cila do ndikojë negativisht në ndërtim për arsye sepse do kemë mungesa në ekzekutimin e punimeve dhe kontratave, qofshin ato kolektive ose private, të cilet i kemi marrë përsipër që t'i realizojmë për 3 ose 4 vitet në vazhdim. Por rritje tjera, tash paralel me rritjen e energjisë elektrike, kanë filluar të rriten edhe shpenzimet, kanë filluar të rriten edhe derivatet, ushqimet, fuqia punëtore, do fillojnë të ngriten edhe produktet e ndërtimtarisë. Të gjitha produktet do mësojnë rritje, domethënë po mendoj që do mësojnë për 30% rritje. Kjo do ndikojnë negativisht tek zhvillimi që pritet të ndodhë në sektorin e ndërtimtarisë, sepse ndërtimtaria nuk e përbën vetëm sektorin e ndërtimit të lartë ose shtëpive, sepse ndërtimtari edhe quhen të gjitha pjesë që merret edhe me infrastrukturën, me ambientin, me gjitha që lidhen që ka të bëjë me fuqinë punëtore dhe me fuqinë teknike të ndërtimit dhe inxhinierisë në përgjithësi. Ferhat Çuala, deputati i PDK-s, ka denoncuar një valë aferash korruptive që po e mbysin këtë qeveri, duke përfshirë sektorin e energjisë, i cili sipas tij është më transparent, por me pasoja të mëdha. Ai ka theksuar se situata është po aq shqetësuese edhe në Ministrinë e Bujqësisë, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës.
ku sipas Shalës ka një nivel të lartë të dyshimeve për korrupsion. Shala tutje shton se për vitin aktual në dispozicion janë 3.5 miliard euro, por nuk ka asnjë informacion real për mënyrën e shpenzimit të tyre. Ai paralajmëron se me kalimin e kohës do të zbulohet se keqpërdorimet janë më të mëdha se sa që duken tani. Tashmë janë të njohura falë dhe mediave dhe opinionit gjerë që aferat korruptive që e kanë mbuluar këtë qeveri janë përveç sektorit energjetik që janë shumë transparente, tepër me pasoja të mëdha, tepër të njohura dhe të ditura për çka dhe kemi folur me 10 herë qoftë në seanca parlamentare, qoftë në konferenca shtypi. Por të njëjta situata i kemi edhe në sektor tjerë. Kemi situatat e aferave korruptive edhe tek Ministria e Bujqësisë, te Ministria e Planifikimit Hapësinor, te Ministria e Infrastrukturës. Pra kena një shkallë të lartë të ngritjes dhe aferave të dyshuara korruptive. Fatkeqësisht, buxheti po harxhohet, projektet nuk janë. Tashmë jemi në muajin e 6, po shpenzohet buxheti i këtij viti pa asnjë llogaridhënie, pa asnjë transparencë, pa asnjë komunikim me opinionin dhe me parlamentarët, sepse është bllokuar edhe konstituimi i parlamentit, i cili është organi i vetëm që mund ta kontrollonte qeverinë. Dhe tash, shiqoni, vetëm këtë vit ne kemi në dispozicion shtetëror 3.5 miliard euro. Asnjë projekt nuk është kryer këtë vit, as nuk dihet e as nuk kemi dhëna reale për shpenzimin e 3.5 miliardëve që po ndodh sot në Kosovë. Domosdoshmërisht që mundësia e keqpërdorimeve dhe e aferave, koha do ta vërtetoj që është shumë më e madhe se sa ajo që shihet sot në opinion. Gazetari ekonomist Lavdim Hamiti për ekspoze kërkon reagim urgjent nga institucionet përballë krizës së thellë sociale dhe ekonomike në vend. Ai thekson se çmimet janë rritur ngjashëm, ndërsa pagat dhe pensionet kanë mbetur në vend. Padyshim se duhet të dalin institucionet përkatëse në treg, të shikojnë se apo keqpërdoret nga tregtarët e para, edhe dyta duhet urgjentisht të rriten pagat dhe pensionet. Mos harrojmë se në Kosovë janë diku rreth 150.000 pensionistë që i marrin vetëm 120 euro në muaj. Tregoni se me këtë drejtim çka mund të bëhet me 120 euro në muaj. Nëse vendet tjera të rajonit, për shembull Mali i Zi, e ka pensionin sa paga mesatare në Kosovë. Paga mesatare në Kosovë është 540 euro neto, ndërsa në Malzi tashmë pensionet mesatare kanë shkuar në 540 euro. Ne po flasim për pensione 120 euro. Është urgjente që të merret një veprim për dyfishim pensioneve në mënyrë që të zbutet kjo krizë ekonomike dhe sociale. Eksperti ekonomist Luzim Beqiri thotë se mungesa e mbikëqyrjes së tregut po jep hapësirë tregtarëve të rrisin çmimet pa asnjë arsye. Ai paralajmëron se ky vakum dhe dalja në tregun e hapur do ta rëndojnë edhe më shumë koston e jetesës dhe do të nxisin pagnacisë sociale. Sipas Beqirit, pa ndërhyrje urgjente, qytetarët do ta përballojnë barrën më të rëndë. Tash me efektet që i ka dhënë kjo vakume institucional, përderisa nuk ka mbikëqyrje tregut, tregtarët pa ndërgjegjshëm po e shfrytëzojnë rastin dhe po ngritin çmimet, duke u mos u bazuar në asnjë argument. Për shembull, tashmë veç dalja në tregun e hapur ka me rrit përsëri çmimet dhe kjo ka më ndikuar jashtëzakonisht në koston e jetesës së qytetarëve apo në xhepin e tyre, përderisa do të ulet mundësia e blerjes së produkteve dhe njëkohësisht ka më rrit edhe pagënaqësitë e qytetarëve dhe pagënaqësitë sociale në vend. Po mbikëqyrja e tregut është e domosdoshme në këtë situatë, sepse në bazë të dhënave që kemi, ka rritje të çmimeve enorme nga mosmbikëqyrja. Kemi një numër të vogël të spektarëve të tregut, njëkohësisht edhe po shfrytëzohet për shkak të vakumit në institucionet e Republikës Kosovës dhe kjo sigurisht ka më ndikuar jashtëzakonisht shumë. Mendoj se institucionet e vendit do duhej ose të paktën deputetët do duhej që të thrasin mendjes në mënyrë që ta mbrojnë popullin sepse tashmë janë pothuajse në krizë. Jair Morina nga shoqata e ndërtimtarëve ka paralajmëruar se shumë biznese janë në prag të mbylljes. Ai vlerëson se situata do të përkeçohet nëse politika qeveritare nuk afrohen urgjentisht me bizneset, duke theksuar se protestat dhe thirrjet nga sektori privat janë dëshmi e gjendjes alarmante në të cilën ndodhen. Unë mendoj që kjo do të jetë një sfidë, bizneset do kalojnë në një fazë krize, edhe shumë biznese kanë paralajmëruar edhe mbylljen e tyre, që është shqetësuese. Ndikimi i politikave në këtë drejtim për momentin është i mangë. Të gjitha këto
proteste që po organizohen edhe të gjitha këto thirrje të bizneseve që politikat të jenë pranë biznesit në këtë kohë krize, ku po kalojnë një krizë jashtëzakonisht të madhe në këtë tranzicion. Ne nuk kemi gjetë përkraje, po mendojmë që në të ardhmen politika do të jetë obligume që tullet me bizneset dhe t'i suportojë dhe të bëjnë politika të qëndrueshme, për arsye do kem një kaos të vërtetë, e cila se në qoftë se ne do fillojmë të kem ngjecje edhe falimentime të kompanisë, atëherë zhvillimi do të jetë i mangë edhe ne dim se pa zhvillim ekonomik nuk kem asnjë qëndrueshmëri politike kur të dyjat lidhen bashkë, sepse atëherë kem të bëjmë me një qëndrueshmëri ekonomike e cila garanton edhe sigurinë, stabilitetin në vend dhe të ecim përpara në rritje dhe stabilizim. Ndërsa eksperti ekonomist Jakub Bellaqa e quan të papranueshme rritjen e çmimit të bukës, teksa thotë se këto çmime as nuk janë në kontroll të shtetit. Rritja e çmimit të bukës, domethënë të produkteve jo elastike, domethënë produkte elementare bazike të domosdoshme, është e pa justifikueshme, e pa pranueshme dhe e pa përballueshme faktikisht, sepse këtë duke marrë parasysh që rrethonat të cilat janë krijuar qoftë ndërkombëtare me pandemisë gjithashtu të Ukrainës, mirë po pastaj ka vazhduar rritja e çmimeve të bukës dhe produkte elementare bazike, jetësore, për ekonominë familjare, për kategoritë me të hyra tulte si me asistencë sociale, kategoritë pensionare, gjithashtu të punësuarit në sektorin privat dhe publik dhe ekonomitë familjare është e papërballueshme. Se kjo është një tregues sepse çmimet nuk janë nën kontrollin e shtetit dhe çmimet nuk ka politika ende të shtetit, domethënë politika të çmimeve, ekonomia duhet të jetë nën kontroll. Unë kam qenë dhe jam i thashë që do duhet të përgatitet një ligj i strukturuar, juridikisht dhe ekonomikisht për produktet elementare bazike, diku 320 produkte kishin me hinj edhe duke përfshirë të higjienës, për çmimet tavan dhe çmimet dysheme, të cilat këto do duhet në bazë ligjit të rregullohet, ku e përcakton një marrë të caktuar të fitimit, jo tek këtu të caktohen për shembull në këtë rast furtare të caktojnë marzhën apo çmimet të caktojnë vetë. Çmimet do të duhet formohen në bazë të ofertës dhe kërkesës në momentin ku të krijohet pika ekuilibruese ofertës dhe kërkesës, atëherë do të formohet çmimet dhe do duhet këtë çmimet tregut, jo çmime mbi tregat, apo të përcakton, domethënë faktikisht këtu në këtë rast të përcaktojnë çmimet e furrave të caktuara, rrjeti i furrave, kështu dihet se është një aset strategjik jetësor që asnjë qenie njerëzore nuk mund me ekzistuar. Në anën tjetër, ai apelon që të ketë më shumë inspektor të tregut në teren. Do duhet me marrë inspektorat të tregut sidomos, do duhet të ketë inspektorë më shumë, do duhet dalin në teren më shumë, edhe thjesht duhet çmimet të jenë të ekuilibruar dhe Ka Kosova inspektoriat të tregut? Ka inspektorat, po ka pak inspektoriat, e do duhet të ketë inspektorat ma shumë tregut, do duhet dalin në teren në mënyrë që ashtu siç veprohet me ligj, ose siç veprohet në çdo vend me status të ekonomisë zhvillim apo të zhvilluar, se ne jemi ekonomi me status ekonomisë në zhvillim, në këtë rast të mos lejoj. Po siç e ka më herë do duhet të përgatitet një ligj, kisha sugjeruar që prioritet mbi prioritet nga qeveritë e jashtme pasi të formohet me një ligj të përgatitur për çmimet elementare bazike, çmimet tavan dhe çmimet dysheme. Pra, nga buka PTVSH në bukë me çmim të papërballueshëm, realiteti ekonomik i vitit 2025 i ka përmbysur të gjitha premtimet. Ndërsa qytetarët numërojnë centet në përmarkete, institucionet numërojnë arsyet për të heshtur. Kriza po rritet, pagat jo, dhe shporta e konsumatorit s'është më shport, por është barë.